Minut pas minute, ka përmbysje rezultatesh lidhur me mandatet e deputetëve për parlamentin e ri, që do të dalë nga zgjedhjet e 11 majit. E ndërsa janë kutit e fundit që po numërohen, Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha ka humbur 2 mandate, duke u kotuar në 50 të tilla nga 52 që kishte. Një mandat PD e ka humbur në Vlorë, ku numëron vetëm 3 të tilla, ndërsa socialistët e Edi Ramës kanë shtuar numrin në 83, duke e çuar fitoren në qarkun e Vlorës në 9 mandate. Ndërkohë një mandat, demokratët e humbën në Tiranë, por këtë radhë nuk ishte PS që ja mori, por mundësia e Agron Shehaj. Partia ish deputetit të PD-s me rreth 20.000 vota arrin të marrë 2 deputet në qarkun e Tiranës, ndërsa demokratët nga 14 zbresin në 13 të tilla. Në këto kushte PD shkon drejt një minimumi, që duket se e kthen Edi Ramën në një profet zgjedhor. Pasi gjatë fushatës, disa herë paralajmëronte se Berisha do të pësonte humbjen më të fortë që nga 97-a, me zhvillimet e reja në numërimin e votave, ku duket se evidente do të jenë ato të diasporës. Mund të ketë të tjera përmbysje rezultatesh, edhe pse nuk priten më surpriza të forta. Gjithsesi me konfigurimet e deritanishme, Edi Rama numëron 83 mandate të pastra socialiste, që do të thotë se është vetëm një mandat larg shifrës 84, që shënon shumicën e cilësuar me anë të së cilës një mazhorancë mund të miratoj ligje specifike, përfshirë edhe ndryshimet në kodin penal apo atë zgjedhor, pa përfshirë këtu edhe plot ndryshimet të tjera ligjore që kërkojnë shumicë të cilësuar. Nga ana tjetër, PD-ja dhe aleatet e saj reduktohen në shifrën 50 deputet, duke qenë firmëtar vetëm në 2 qarqe, Kukës dhe Lezhë. Në Kukës demokratët e Berishës marrin 2 mandate dhe në Lezhë 4 të tilla, ndërkohë në të gjitha qarqet e tjera regjistrojnë humbje që prej vitesh nuk i provonin. Si parti e tretë parlamentare renditet PSD e Tom Doshit me 3 mandate deputetësh, 2 në Shkodër dhe 1 në Tiranë, duke i kënaqur. Në vendin e 4 renditet Partia Mundësia e Agron Shehajt, që pavarësisht pritshmërive për të fituar 7 mandate, numëron vetëm 2 të tilla në qarkun e Tiranës. Ndërkohë nisma Shqipëria bëhet do të përfaqësohet me 1 mandat që e kanë fituar në Tiranë, si kundër edhe Lëvizja Bashk.